Në këtë edicion do të ndiqni. Kreu i Lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti dhe ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani nisën sot takimet me partitë politike pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të 14 shkurtit. Janë gjobitur 678 qytetarë për mosmbajtjen e rripit të sigurisë gjatë ngasjes së automjetit ose si pasager në Gjakov. Komandanti trafikut renal, kapiten Albin Saqia, tha se shqiptimi i këtyre gjobave është bërë në kuadër të operacionit policor të quajtur Rrugë Pull. 15 marsi njihet si dita ndërkombëtare e konsumatorit, që për qëllim ka mbrojtjen e konsumatorëve. Me këtë rast ne kemi pyetur disa nga qytetarët e Gjakovës se si e shohin cilësinë e produkteve në treg. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës bën të ditur se gjatë 24 orëve të fundit janë testuar gjithsej 3570 mostra, prej të cilëve rezultojnë 574 raste pozitive. IKSHPK njofton se brenda 24 orëve janë raportuar 13 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv. Në Gjakov kanë dalur edhe 36 raste të reja të infektuarve me këtë virus. Vazhdojmë edicionin. Kreu i Lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti dhe ushtruesja e detyrës së presidentes të Kosovës Vjosa Osmani nisën sot takimet me partitë politike pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të 14 shkurtit. Kandidati i Lëvizjes vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti dhe kandidatja për presidente Vjosa Osmani kanë pritur në takim ushtruesin e detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, për të konsultuar për formimin e institucioneve. Bashkë me Hoxhaj në takim ka qenë prezent edhe sekretari i Partisë Demokratike të Kosovës, Uran Ismaili. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, pas takimit me Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin, ka paraqitur 10 kërkesa ndaj tyre, prej të cilave do të varet qëndrimi i Partisë Demokratike të Kosovës për mbështetjen e formimit të institucioneve. Ai ka thënë se takimi me Kurtin e Osmanin ishte i mirë dhe konstruktiv. Kishëm një takim shumë të mirë me kryetarin e Lëvizjes vetëvendosje, zotin Albin Kurti, dhe me zonin Osmani, nga koalicioni fitos i këtyre zgjedhjeve. Dhe ishte një takim pas kërkesës tonë si Parti Demokratike që procesi i formimit të institucioneve mund të ndodhë vetëm me një dialog të brendshëm në mes të opozitës dhe atyre që kanë fitu këto zgjedhje. Dua të them që çësia jo në takim ka qenë konstruktive, por ka qenë edhe parimore. Kandidati i Lëvizjes vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti dhe kandidatja për presidente Vjosa Osmani kanë pritur në takim kreun e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj për të diskutuar për formimin e institucioneve. Haradinaj ka thonë se është përgjegjësi e fituesve të zgjedhjes për të siguruar votat për president. Ai ka thënë se si parti opozitare do të jenë konstruktiv në temat nacionale. Vetëvendosja është fituese e zgjedhjeve, edhe janë funksionin e pozitës në ardhje. Aleanca është opozit në ardhje, pra, sepse me krimin e eleksione do të jemi opozit. Ram dakord që në sfidat që ka Kosova, pra në këto funksione, pra ne si opozit, Aleanca, të bashkëpunojmë për temat e interesit nacional, çdo herë duke ruajt vendin, por po ashtu duke qenë këtu edhe me bo funksionale demokracinë e vendit, duke pas parasysh se synohet një koncentrimi pushteteve pra në një parti në këtë rast në Lëvizjen vetëvendosje, dhe mendojmë se funksioni ynë opozitar është i rëndësishëm në kohën që vjen, pra me mësua më tutje ekuilibrin e institucioneve, pushteteve. Një takim me Osmanin e Kurtin nuk do ta mbajnë nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Kjo pasi që kryetari i zgjedhur i këtij subjekti, Lumir Abdigjiku, nuk është shprehur i gatshëm që të shihet me liderin e Lëvizjes vetëvendosje dhe Osmanin në ditën e parë të punës si kryetar i Lidhjes Demokratike. Takimi që ishte i thirrur për në orën 12:30, sipas Abdigjikut mund të mbahet të premten.
Në ditën e parë të punës së tij si kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku bëri homazhe tek varri i ish-presidentit Ibrahim Rugova. Nga aty Abdigjiku deklaroi se për takimin me Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin janë në pritje të konfirmimit nga ketat e fundit për të takuar të premten. Po presim për konfirmimin e takimit të së premtës, ditën e propozuar nga ne, me qenë se gjatë kësaj jave do t'jemi në proces të konstruimit të organeve, do t'jemi konstruktiv në frymën themeltare të LDK-s, përfshirje të presidentit Rugova dhe të secilit veprimtar të LDK-s, që kontribon në mirëmbajtjen dhe ndërtimin e institucioneve të Kosovës e jo në rënimin e dëmtimin e tyre. Ai tha se ka nisur ditën me homazhe tek varri i presidentit Rugova për të nderuar jo vetëm kryetarin e parë të LDK-s, por edhe themeltarin e Republikës së Kosovës, teksa shtoi se edhe në të ardhmen do të vazhdojnë të kultivojnë ide tradicionale tek këtij subjekti. Nga këtu dërgojmë mesazhe se idetë tradicionale të LDK-s mbesin ide të kohës të përhershme, të cilat do t'i kultivojmë edhe në këtë pjesë tonën. Ndjehemi krenar për veprat dhe punët e bëra që nga themelimi deri më sot. E kaluara jon është e kaluar me cilën burremi, por ajo sot s'na mjafton. E ardhmja ndërtohet duke respektuar shkuarën, por duke i dhënë përgjigje çështjeve të kohës që janë emergjente për Republikën e Kosovës. Abdigjiku dje është zgjedhur kryetari i LDK-s, ndërsa pas marrjes së mandatit ka deklaruar se për shkak të konsolidimit të udhëheqësisë së re të Partisë së Lëvizjes Vetëvendosje, është i gatshëm të takohet të premten me 19 mars. Ushtruesja detyrës së presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, ka ftuar subjektet politike që të hënën me 22 mars të mbajnë një takim të kryesisë së kaluar të Kuvendit të Kosovës, ku do diskutohet për formimin e institucioneve të reja. Siç merr vesh Telegrafi, me 22 mars ditë të hënë do të ftohet një seancë solemne për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, që paraprihet pastaj me formimin e qeverisë. Ende nuk dihet sa do të votohet qeveria, po të njëjtën ditë. Ndryshe, Lëvizja Vetëvendosje ka fituar zgjedhjet dhe lideri i saj, Albin Kurti, kandidat për kryeministër, ka thënë se tashmë i kanë numrat mjaftueshëm për të formuar qeverinë e re të Kosovës, ndërkohë sot kanë filluar konsultat e para të Lëvizjes Vetëvendosje me subjekte të tjera. Janë gjobitur 678 qytetarë për mosmbajtjen e rripit të sigurisë gjatë ngasjes së automjetit ose si pasagjer në Gjakov. Komandanti i trafikut rajonal, kapiten Albin Saçia, tha se shqiptimi i këtyre gjobave është bërë në kuadër të operacionit policor të quajtur Rut Poll. Policia e Kosovës për rajonin e Gjakovës nga 8 marsi e deri më sot kanë shqiptuar 578 gjoba ndaj qytetarëve të cilët nuk e kanë vendosur rripin e sigurisë në vetur gjatë ngasjes së automjetit. Komandanti i trafikut rajonal, kapiten Albin Saçia, tha se shqiptimi i këtyre gjobave është bërë në kuadër të operacionit policor të quajtur Rut Poll, apo java e rripit e sigurisë, e cila ka për qëllim ngritjen e nivelit të sigurisë në komunikacionin rrugor. Fatkeqësisht mund të them, është një vedi e ulët e drejtuesve të mjeteve në sigurinë e tyre, duke bazuar në numrin e gjobave të shqiptuara gjatë një jave, ku kanë qenë të shqiptuar 678 gjoba ndaj tyre, dhe duke marrë parasysh se dhe duke bazuar në aksidentet, në lëndimet e shumë personave, drejtuesve të mjeteve, pasagjerëve e tjerë në aksidentet të ndryshme, pra rrypi i sigurisë është shkaktari, mosvendosja e rrypit është shkaktari kryesor, po ashtu edhe nga Instituti i Mjekësisë Ligjore në bazë të analizave të bëra nga ata në aksidentet fatale. Pra mosvendosja e rrypit të sigurisë ka qenë edhe shkaktar që ka humbur jetën për shembull njeriu. Përveç policisë që vazhdimisht apelon për vendosjen e rripit të sigurisë, njëri nga ngasësit tha se vendosja e rripit parandalon lëndime të rënda e shpeshherë edhe aksidentin me fatalitet. Kishna sugjeru gjithë popullatën në gjithë shtetit tonë të Republikës Kosovës që si dalin për shtëpies le ta vandojnë rrypin, se rrypi siguron është njeriu në makinë. Kapiten Saçia tregoi se cilat janë kundërvajtjet që përpasoj shkaktojnë edhe aksidente të rënda. Janë disa kundërvajtje të theksuara, si për shembull
përdorimi i telefonit, i cili është shkaktar në aksidente të ndryshme. Po ashtu si plan veprimi kem si prioritet edhe marrja me kundërvajtje të drejtuesve të motocikletave, të cilët i drejtojnë motocikletat pa helmeta. Shqetësuese mbetet fakti që në disa rrugë rajonale gjendja nuk është e mirë dhe për këtë policia e trafikut rajonal ka dërguar shkresa në institucionet gjetgjuse për masat e mëtejme që duhet ndërmarrë për menaxhimin sa më efikas të trafikut në vendin tonë. Vetëm këtë vit për janarit deri me tani ne kemi adresuar 6 shkresa, deri me tani edhe në nivelin lokal edhe në nivelin qendror, duke marrë parasysh se kemi pas probleme me rrugët, ku për shkak të vërshimeve, për shkak të kushteve atmosferike janë hapur gropa në shumë rrugë. Po ashtu ka pasur dhe ka mungesë të sinjalizimit vertikal, ka mungesë të sinjalizimit horizontal. Gjitha këto probleme ne i kemi adresuar në vendet ku duhet mu adresu dhe presim që në një periudhë sa më shpejt të mirën këto masat preventive dhe mos jetë shkaktar edhe një ndër shkaktarët kryesorë dhe rruga. Policia e Kosovës do të vazhdojë në realizimin e detyrave dhe autorizimeve ligjore përmes planifikimeve konkrete operacionale për menaxhimin dhe kontrollin e trafikut në vend, në mënyrë që të kemi një siguri edhe më të madhe në rrugët tona, thonë zyrtarët e trafikut rajonal. Është mbajtur sot mbledhja e tretë për vitin 2021 e Komitetit për Politikë dhe Financa në Komunën e Gjakovës. Si pikë kryesore ka qenë prezantimi i informatës financiare komunale për periudhën janar-dhjetor 2020, informat kjo cila është dhënë nga drejtori i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa Durim Halilaj. Pas diskutimit, kjo pikë ka kaluar për diskutim të mëtejmë në Kuvendin Komunal. Pikë tjetër këtij takimi po ashtu ka qenë edhe nga sektori financave, me çast është diskutuar dhe është bartur për diskutim të mëtejmë në mbledhjen e Kuvendit Komunal edhe bartja e të hyrave vetanake të pashpenzuara nga viti fiskal 2020 në buxhetin e vitit 2021. Në Kosovë, në diskursin publik, të drejtat e konsumatorë diskutohen në masë të vogël, krahasuar me temat e tjera, sidomos ato politike, u tha gjatë konferencës organizuar nga INDEP në ditën botërore të mbrojtjes së konsumatorit. Vetëm gjatë vitit 2020, ankesat e konsumatorëve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë janë rritur, ku mbi 1000 ankesa nuk janë trajtuar nga institucionet përkatëse. Dardana Abazi, drejtori i programit dhe ulëmtues i lartë në INDEP, tha se ka për qëllim që këtë konferencë ta bëjnë traditë në Kosovë për shkak se siç tha ai, çdo ditë marrin ankesa nga konsumatorët për shkeljen e të drejtave të tyre. Ne çdo ditë po marrim ankesa sa i takon shkeljes së të drejtave që ndërlidhen me realizimin e kontratave, që ndërlidhen me çështjet e zbritjeve të ndryshme të cilat janë reklamuar, sidomos në kohën e fundvitit. Pastaj me çështje që kanë të bëjnë prosi që thashë me blerjet online, me sigurinë e ushqimit, edhe çështje të tjera që ndërlidhen me realizimin e të drejtave të konsumatorëve. Ndërsa Helen Laurent, përfaqësuese nga Customer International, ka shprehur shqetësimin sa i përket përdorimit të plastikës. Ajo tha se për këtë duhet më shumë përgjegjësi, pasi siç thotë ajo duhet të ketë një ambient të sigurt. Njazi Shala nga Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë tha se janë zotuar për të përmirësuar pozitën e konsumatorit duke filluar me vetëdijsimin e tyre. Shumë konsumator kanë qenë dhe ende janë ndoshta prej praktikave të padrejta të bizneseve. Sfidat fillimisht kishin të bënë me rritjen apo fryrjen, siç thonë, e çmive për pajisjet mjekësore, të tilla si masa apo dezinfektues, njëherë edhe për mallrat bazë të konsumit. Me kalimin e kohës, pastaj sfida mes tjera kanë paraqitur gjithashtu rritje praktika mashtruese të marketingut në internet. Kjo sepse siç dihet pandemia ka nxitur zhvillimet e blerjeve digjitale. Ka pasur ngritje të ankesa për më shumë se 100%. Lamir Thaçi nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës tregoi për punën që kanë bërë si institucion për mbrojtjen e konsumatorëve. Ai tha se 20 ankesa janë të regjistruara dhe të gjitha janë shqyrtuar. Ne zakonisht shkelësit që vërtetuhen gjithmonë i penalizojnë dhe flet paraqitjen nga inspektori dërguar në gjykata. Unë i kam marrë statistikat vetëm për këtë vit dhe janë 20 ankesa të cilat janë të regjistruar, nuk do të thotë që janë këtu, janë vetëm për sektorin e inspektoratit sanitar, gjitha
janë trajtuar, janë shqyrtuar dhe konsumatorët kanë marrë përgjigje dhe 3 lanë prej tyre kanë shkuar për gjykat. Në sektorin veterinari kemi pasur 16 ankesa, 15 prej tyre ne i kemi proceduar dhe landet kanë shkuar për gjykat, janë vërtetuar dyshimet e konsumatorëve. Kjo do të thotë që ne si autoritet jemi duke punuar ngushtë me konsumatorët. Henk de Paul, përfaqësuesi i projektit Lëvizja e Lirë e Mallrave në Kosovë, tha se krahasuar me konsumatorët në BE, në Kosovë mungon vetëdijsimi mbi të drejtat të tyre. Pra 15 marsi njihet si dita ndërkombëtare e konsumatorit që ka për qëllim mbrojtjen e konsumatorëve. Me këtë rast ne kemi pyetur disa nga qytetarët e Gjakovës se si e shohin cilësinë e produkteve në treg. 15 marsi njihet si dita ndërkombëtare e konsumatorit, që për qëllim ka mbrojtjen e konsumatorëve. Me këtë rast ne kemi pyetur disa nga kalimtarët e rastit se si e shohin pozitën e konsumatorit në vendin tonë. Ata mes tjera shprehen se vendi ynë është larg mbrojtjes së tyre, pasi që ankesat janë nga të gjitha sektorët, duke bërë që qytetarët të jenë të pakënaqur me shërbimet apo produktet që u ofrohen. I kontrolloj se siguri nuk mund të besoj sigurisë, por kontrollën e bëj çdo herë, kështu që nuk ka asnjë problem, nuk kam hasur ndonjë problem. Po për çmima ju ka zgjuar një herë që kur veni në radhë me zmodok ndryshe. Shpesh herë, si ju një herë, po shpesh herë. Edhe gjithmonë në fajtorën punëtorët, klasa punëtore, se ju i kanë përzi e raftë të thjat ne, po ka ato ju në shpesh të çmimit. Nuk jam anku në organin shtetëror joe të drejtorisë së këtu në për veçëbimin, po. Them të vërtetën, sigurisht që më mend nga kaluar, për shembull mishin që kemi pas bio, tash nuk jam i kënaqur, si mund të jem i kënaqur me 3 euro me 1 kilogram sugjok, e mishi kushton 7 euro. Mirë, po çfarë të bën? Koha bën vetën. Ankesat më të shpeshta janë për çmimet, cilësinë e dobët të produkteve dhe afatin e skaduar. Po i kontrollojmë, mund ndodhë që ka data skadume, i bëjmë reklamacion dhe e akceptojmë. Po për çmima ju ka ndodhur që me dalë ndryshe në radhë dhe kur shkoni të orë ka më ndryshu? Po, si mas meje këtu mund të ndodhin dhe janë gjëra të lerushme. Po shpesh i kontrollojmë se mund me ndodhë që s'ka në ato, kërë s'ka siguri, po mirë është me i këshyrë. A ka ndodhur në produkt që ki vde me dalë skaduar? Po ka ndodhur shpesh ka ndodhur. Kena morë mësim për asaj pune, tash mos s'po ka bojmë për i këshyrë. Por ka konsumator që kujdesen se ku do t'i blejnë produktet. Një grua na tha se sa herë del në treg zgjedh vende të sigurta për të blerë. Produktet që i blej në dyqanin ku bajna afër, dhe janë produkte shumë kvalitative. Asnjëherë nuk ka ndodhur me skadu. E blej mish nuk e pyes as për çmimin, veç e blej e marr me veti. E kënaqur jam, mirë jam. Në vendet e caktuara kam edhe mishin edhe produktet. Nga ana tjetër, kryeinspektori komunal Artan Hoxha ka thënë se çdo ditë janë në terren duke bërë kontrollimin e cilësisë së ushqimit. Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve në Kosovë është miratuar në qershorin e vitit 2004 në Kuvendin e Kosovës. Ky ligj përfshin të drejtën e informimit, të sigurisë, të drejtën për të zgjedhur dhe për të dëgjuar. Numri i lëndëve aktive të korrupsionit në nivel vendi vazhdon të jetë i lartë. Kjo pasi gjykatat themelore në nivel vendi sa i përket trajtimit të këtyre rasteve nuk kanë treguar efikasitet të lartë në zgjidhjen e tyre, ndërsa sistemin e drejtësisë në vend edhe në vitin 2021 e kanë karakterizuar shkeljet për parashtrimit të lëndëve, mos përmbushja e detyrimit ligjor për fillimin e rishtazi për shqyrtimin gjyqësor, mos arsyetimi i vendimeve gjyqësore gjatë shpalljes së aktgjykimit e të tjera. Reza Hoxha Zhuja nga grupi për studime juridike dhe politike deklaroi se gjykata e apelit ka trashëguar 19 lëndë të natyrës korruptive, ka pranuar 69 dhe i ka zgjidhur 68 prej tyre, ndërsa gjykata supreme në vitin 2020 ka arritur të trajtojë 14 lëndë të natyrës korruptive, ka trashëguar 2 lëndë nga viti paraprak dhe në proces janë 2 lëndë që ende presin epilogun përfundimtar. Në përgjithësi, gjykata themelore në nivel vendi, sa i përket lëndëve të kësaj natyre, nuk kanë treguar efikasitet të lartë në zgjidhjen e tyre, nga se numri i lëndëve aktive në nivel vendi vazhdon të jetë shumë i lartë. Ndërsa lidhur me lëndët e krimit të organizuar, ky raport thotë se gjykatat themelore kanë trashëguar 59 lëndë, kanë pranuar 6 lëndë të reja dhe epilog përfundimtar kanë marrë vetëm 5 lëndë.
Nga këto lëndë kanë arritur epilogun përfundimtar 5 lëndë, që i bie që aktive në nivel të vendit të jenë në total 60 lëndë. Arber Fetahu nga KLPS i ka deklaruar disa nga shkeljet që janë bërë nga ana e gjykatave dhe prokurorëve në vitin 2020. Dukuria e parashkrimit të lëndeve e ka përcjellur edhe këtë vit sistemin e drejtësisë në vend. Së dyti, mos përmbushja e detyrimit ligjor për dorëzimin e materialeve të lëndës nga ana e prokurorisë. Së treti, mos përmbushja e detyrimit ligjor për fillimin e rishtas të shqyrtimit gjyqësor, ku shkelja këtyre dispozitave të kodit të procedurës penale konsiderohet si shkelje flagrante dispozitave ligjore. Sipas këtij raporti thuhet se Këshilli Prokurorial të Kosovës në vitin 2020 e ka karakterizuar një varg procesesh, siç janë miratimi i akteve nënligjore, shpallja 3 konkurseve për prokuror, siç ishin konkursi publik për 8 pozita për prokuror të shtetit në nivel të prokurorive themelore të Kosovës, konkursi i brendshëm për avancimin e 4 prokurorëve në prokurorinë speciale dhe konkursi i brendshëm për 3 prokurorë në prokurorinë e apelit. Grupi për studime juridike dhe politike për Këshillin Gjyqësor të Kosovës ka rekomanduar që gjyqtarët të respektojnë afatet ligjore për caktimin, mbajtjen dhe përfundimin e seancave të shqyrtimeve gjyqësore, duke respektuar parimin e gjykimit të drejtë brenda një kohe të arsyeshme. Pastaj me rastin e shpalljes së gjykimeve në pika të shkurta, të bëjnë arsyetimin e vendimit të marrë në përputhje me dispozita ligjore, si dhe të respektojnë dispozitat ligjore gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarëve. Ndërsa për Këshillin Prokurorial të Kosovës, GLPS ka rekomanduar që ky institucion të vazhdojë transparencën në proceset e rekrutimit, emërimit, transferimit dhe avancimit të prokurorëve brenda sistemit prokurorial të Kosovës. Ju kthehemi edhe një herë situatës së krijuar si shkak i pandemisë. Rreziku dita ditës po del të jetë i madh, me që numri të infektuarve është rritur dukshëm. Profesionistët shëndetësor po kërkojnë kujdes nga të gjithë. Janë bërë një vit ku i gjithë globi po përballet me pandemin COVID-19. Rreziku dita ditës po del të jetë edhe më i madh, me që numri i të infektuarve është rritur dukshëm. Pulmologu Gjafer Xhia ka bërë të ditur se trajtimi është mjaft i komplikuar, pos mu shkrive ky virus ngacmon çdo organ dhe ata pacientë që nuk lajmërohen në fillet e para të infeksionit mund të pësojnë keq. Trajtimi është mjaft i komplikuar dhe varet individualisht prej personit, varet thashë prej prezencës smundjeve tjera kronike. Infeksioni me këtë virus 80% të rasteve popullatës pothuajse kalon si një grip e lehtë. Tu i referu analizave serologjike, të cilat na dokumentojnë që një person e ka pas virusin, ka qenë infektuar, mirë po vetë deklarimi tyne që nuk kanë pas asnjë shaj klinike. Nuk kanë pas as temperaturë, as ethe, as tjerat. Dhe kjo na tregon që një pjesë e madhe tyne e kalon në mënyrë asimptomatike. 20% tjetër e popullatës e cila infektohet, edhe fatkeqësisht këtë 20% që arrin të sulmon mushkrit me një kallje shumë theksune të mushkrive, me një pezmatim, dhe 10% prej tyre mbarojnë në mënyrë fatale. Edhe infektologu doktor Afrim Sulejmani tregoi se në spitalin e Gjakovës kemi hospitalizuar raste të reja. Koronavirusi është një virus që bën rrugë të gjatë në trupat e njerëzve. Këto 10 ditë e fundit, spitali rajonal i Sagreza Gjakov po ballafaqohet me hospitalizime të reja, me shtimin e numrit të rasteve, dhe me fillimin e mbushjes së kapacitetit. Rruga e përhapjes është rruga aerogjene dhe kontakti, prekja mukozave me gjësendet kontaminume, dhe lokalizimi i tij në ditët e para të infeksionit kryesisht në rrugët e sipërme respiratore. Prej ku pastaj virusi gradualisht përmes rrugës së përhapjes zbret në nivelet e mushkrive dhe shkakton pneumoni intersticiale virale ose pneumoni atipike intersticiale. Por që edhe trajtimi i pacientëve me COVID-19 bëhet në disa faza.
Fillimisht pacienti që dyshohet edhe që pranohet në raportet infektive duhet plotësoj kriteret e hospitalizimit. Nëse ka ra sasia e oksigjenit në qarkullimin e gjakut, edhe është kriteri bazë i hospitalizimit, natyrisht edhe gjendja shëndetësore. Në momentin kur pranohet, bëhen analizat e para, ordinohet oksigenoterapia, merret gjaku për analiza laboratorike, bëhet grafia e mushkrive, edhe përshkruhet terapia varësisht nga rezultatet cilat i kemi. Në spitalin regional Isa Grezda në Gjakov për momentin janë duke u trajtuar edhe pacient nga Shqipëria, por që gjendja të gjithë pacientëve po del të jetë më komplikuar për shkak të vonesës së trajtimit ka pohuar Sulejmani. Sot janë bërë 105 vjetë që kur ka lindur ideatori dhe luftëtari i pavarësisë së Kosovës, heroi i popullit Fadil Hoxha, në luftën e dytë botërore. Partizanët kosovar të udhëhequr nga Hoxha u rreshtuan në bllokun antifashist dhe kjo bëri që vendi të mos pastrohej etnikisht sipas projekteve që kishte Serbia. Në ditën e sotme, para 105 viteve, lindi njëri nga figurat më të shuara të historisë moderne të Kosovës, Fadil Hoxha. Ishte luftëtar, komandant, politikan dhe burr shtetas i cili me punën për kushtimin dhe me veprën e tij jetësore i dha vul një periudhë historike për më shumë se 50 vjet. Përmes një komunikate atë e kanë kujtuar familjar të veteranëve të luftës nacional çlirimtare. Në luftën e dytë botërore, partizanët kosovar të udhëhequr nga Fadil Hoxha u rreshtuan në bllokun antifashist dhe kjo bëri që vendi të mos pastrohej etnikisht sipas projekteve që kishte Serbia. Ai ishte i bindur se nëpërmjet luftës antifashiste nacional çlirimtare do t'i shërbente idealit të kahershëm të popullit shqiptar të Kosovës, i cili si gjithmonë ashtu edhe sot dëshiron t'i bashkohet Shqipërisë. Vendim ky i miratuar me rezultatën e konferencës së Bujanit si një akt historik ku roli Fadil Hoxhës si ideator dhe organizator ka qenë vendimtar. Në veprimtarinë e tij, Fadil Hoxha prore ka patur parasysh, para së gjithash, kauzën e interesit të kombit shqiptar në përgjithësi, që jetonte në Jugosllavi, përkatësisht në Kosovë, Maqedoni, Maltëzi dhe Luginën e Preshevës. Në kushte mjaft të pavolitshme politike, ekonomike, kulturore dhe ndërkombëtare, ai ka bërë atë që ka qenë më e mira dhe më përshtatshme për shqiptarët. Idealet e tij si prisi shqiptarëve ishin zhdukja e analfabetizmit, shkollimi i rinisë, emancipimi përgjithshëm i popullit, zgjidhja e çështjeve sociale dhe kombëtare, zhvillimi ekonomik dhe ndërtimi i identitetit kushtetues dhe juridik të Kosovës. Duke respektuar meritat e Fadil Hoxhës, Kuvendi Komunal i Gjakovës vendosi që eshtë-norja përkujtimore në Çabrat, ku ndodhen eshtrat e dëshmorëve të rënë në luftën antifashiste nacional çlirimtare, të emërtohet me emrin e heroit të popullit Fadil Hoxha. Një tjetër përvjetor është shënuar sot në Gjakov. Heroi Yll Morina, 22 vjet më parë, është ndarë nga jeta pas plagëve të rënda që mori në luftime me forcat serbe. Në shkollën që mban emrin e tij është mbajtur një aktivitet simbolik. Më 15 mars u bën 22 vjet që nga rënja heroike e Yll Morinës. Emrin e tij me krenari e bart edhe shkolla fillore në Gjakov. Sot u shënua dita e shkollës, me që rast u prezentua edhe një dokumentar i përgatitur nga nxënësit e kësaj shkolle, si dhe u nderua kontributi i tij në çlirimin e vendit. Të pranishëm në shënimin e kësaj date, përveç stafit të shkollës, ishin edhe kryetari i Gjakovës Ardian Gjini, si dhe drejtori i arsimit në Gjakov, Gjevalin Nikol Bibaj. Berat Betullahu, drejtori i shkollës Yll Morina, theksoi se është krenar që drejton këtë institucion, i cili nga viti 2004 e bart këtë emër. Këtë vit menduam ta shënojmë kështu, pa mysafir vetëm me stafin e shkollës edhe me të ftuar të pakët. Uroj që vitet tjera ta kremtojmë më mirë, me të organizuar edhe duke kremtuar përveç festës edhe suksese tjera. Kryetari Gjini potencoi se me punë të palodhshme që kryhet në këtë shkollë, nderohet edhe emri i Yll Morinës. Kjo për ne është një ditë që ka shumë simbolika. E para definitivisht është që ju që punoni në këtë shkollë që e mban emrin e heroit kombit Yll Morina, nuk jeni vetëm mbajtës të emrit. Unë e di që kjo është nga shkollat që mundet me u quajt një shkollë model, është një ndër shkollat që mundemi me prezentu me goxha krenari në gjitha aspektet e mundshme.
Yll Morina lindi në Gjakov më 11 gusht të vitit 1972. Ai ishte pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës gjatë viteve 1998-1999. Pas plagosjes së gushtit të vitit 1998, ai u tërhoq për të shëruar, por pas pak muajsh vdiq në spitalin e Novi Sadit më 15 mars të vitit 1999, duke lënë pas gjurmë të pashlyeshme në historinë e Kosovës. Në vazhdim të ndjekim bashkë grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi, të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Kreu i lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti dhe ushtruesja detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani nisën sot takimet me partitë politike pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të 14 shkurtit. Janë gjobitur 678 qytetarë për mosmbajtjen e rripit të sigurisë gjatë ngasjes së automjetit ose si pasagjer në Gjakov. Komandanti trafikut arenal, kapiten Albin Saaqia, tha se shqiptimi i këtyre gjobave është bërë në kuadër të operacionit policor të quajtur Rrugë Pull. 15 marsi njihet si dita ndërkombëtare e konsumatorit, që për qëllim ka mbrojtjen e konsumatorëve. Me këtë rast ne kemi pyetur disa nga qytetarët e Gjakovës se si e shohin cilësinë e produkteve në treg. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë vizitoni portalin ton sirivisvision.tv. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.